Mos i injoroni, këto 8 shenja tregojnë se mëlçia juaj është plot me toksina. Para se të jetë shumë vonë dhe para se të zhvillojë një sëmundje të rëndë në mëlçi, nuk duhet të injoroni shenjat që paralajmërojnë se janë akumuluar toksina në mëlçi. Mëlçia është një nga organet më të rëndësishme në trup. Është organi i dytë më i madh në trup pasi lëkura është më e madhja dhe përgjegjëse për shumë funksione të kryera të trupit. Mëlçia filtron gjakun dhe heq edhe nga trupi toksina dhe qelizat që nuk i nevojiten më. Ajo është përgjithsisht edhe përgjegjëse për sintezën e karbohidrateve dhe lipideve. Prandaj është e rëndësishme të dini simptomat që tregojnë se mëlçia ka akumuluar shumë probleme. Ndryshimet në ngjyrën e urinës, dhimbje të vazhdueshme dhe inflamacione në stomak, lëkurë të ndjeshme, diarre, lodhje të vazhdueshme, mungesë oreksi, grumbullim të lëngjeve në trup, mund të jenë shenja që paraqesin edhe sëmundje dhe probleme të mëlçisë. Prandaj kryeni analizat e duhura dhe konsultohuni me mjekun.